Në ndërtimet osmane, në xhami dhe në sheshe apo rrugë me kaldërm, mund të kesh vend re gropa të vogla të gdhendura në mermer ose në gur. Këto gropa janë bërë si vend uji për kafshët e rrugës. Guri është gdhendur me qëllim që kafshët të mund të pinë ujë lehtësisht. Këto gropa nuk kanë ndonjë emërtim të veçantë, sepse në perandorin osmane kjo nuk shihej si një privilegj i rrallë, por si pjesë e natyrshme e jetës qytetare. Vendosja e një ene është e përkohshme, ndërsa guri është i përhershëm. Prandaj, uji është vendosur drejt për drejt në gur. Me pak fjalë, këto gropa të vogla janë forma e mëshirës e gdhendur në gur në qytetet osmane.